nuk është ndonjë dasmë, as ndonjë gëzim i zakonshëm. Ky është tingulli që në Opoj njofton besimtarët se ka ardhur koha për t'u zgjuar në syfyr. Në orët e hershme para mëngjesit, kur fshatrat janë ende të mbuluara nga qetësia e natës, nëpër rrugë dëgjohet ritmi i tupanit që thërret njerëzit për zgjim. Prej shumë vitesh këtë traditë nëpër fshatrat e Opojës e mban gjallë edhe Recep Reshiti, i cili çdo Ramazan zgjohet para agimit për të i rënë daullës dhe për të njoftuar banorët se ka ardhur koha e syfyrit. Është një traditë e vjetër e Ramazanit, që ndër vite ka zgjuar breza të tërë dhe që vazhdon të ruhet edhe sot në këtë trevë. Edhe sot, mes telefonave e alarmeve moderne, daullja e syfyrit vazhdon të trokas në rrugët e fshatrave, duke ruajtur gjallë një nga traditat më të bukura të këtij muaji.